Brother Radio. Tani si me një duar trokitje goca. Sepse Big Brotheri sotëm është goca dhe gra në variantin radiofonik, se jemi goca të reja edhe gra të reja. Me të vetëm unë jam gru këtu. Me mashallah, zot, Mikela Mike është gazetare të Albania Radio, kolege shumë e dashur dhe shumë e nderuar. Për këtë të fundit kam të kjo është më e nderuar. E dashur, fantastike, korrekte, lajmet në rekord na i realizon Silvia Tabako, që është me mua për herë të parë. Po si e bëni mi ti, jo, për zotin unë dhe Ledioni. E futi herë. Shime. Nuk di ta bëj atë. Bravo. Për të gjithë dëgjuesit po bëjmë zemra. Tashi, 2 gishtat e dorës djathtë të fundit, to 2 gishtat këtej, gishtat e mesit takohen me njëra, i fut dhe fut edhe këta. Da duhet kjo për një spotina, e bën? Jo, unë e bëj ndryshe. Si e bën ti? Unë e bëj kështu. Ashtu e di unë. Po them ta bësh si Brikena o ti? Jo, nuk di unë ashtu. Ina Adëri është me ne në studio, na kish munguar për disa javësh. Ina, një nga bukuroshat e këtij edicioni. Si po shkon jeta post Big Brother? Po shkon shumë mirë. Po shkon shumë mirë. Çfarë ka ndryshuar tek ti? Flokët. Përveç flokët. Gjithë kjo intensiteti i gjërave. Po, tani ke më shumë telefonata, punë, kërkesa. Çdo gjë është më, më thënë, më e zellshme. Ha mi Miki. Po me marketingun është fuqishëm, e kam parë që bën disa reels, sa tani me kesin ka qenë aty, nuk është se s'ka qenë me të drejtën, se janë hapur këto lajme që gjoja janë zënë. Do me nis që në fillim ti bam bam. Po tani se mo Alona me kesin si është puna, Ina balerina. Më thuaj një mirë se erdhe. Me pra tashmë ja se e fillojmë të herë nga fillimi. Edhe një. O Ina, po mirë se na erdhe. Nuk është se na kishte munguar shumë. Prandaj u futëm direkt. Silvia, çfarë lajmesh ka të fundit nga Ina? Çfarë ka bërë kjo vajzë së fundmi? Së fundmi, unë në fakt do ndalesha duke u bazuar edhe te prajmi i djeshëm për një deklarat. Para gati 2 javësh tek Shqipëria Live në Top Channel ke deklaruar që Brikena ka një lidhje jashtë dhe e ka këtë marrëdhënien tërhiqe mos e kput, ndërkohë para 2 prajmesh ajo filloi ta shprehte pëlqimin e saj për Mateon, duke thënë 7, 7.5, duke avancuar. Dhe duke marrë parasysh deklaratën e djeshme që ajo tashmë realisht ka pëlqim për Mateon, mendimi yt cili është dhe ai shndron akoma asaj deklarate që Brikena është e lidhur jashtë? Me që s'do jetë flisje për kesin? Me që e nisëm direkt. Jo, thjesht doja të se sa e nisëm emisionin. Avash. Atë e dim ne. Sa i përket ka në shtëpinë tonë. Për sa i përket raportit Brikena Mateo, unë vazhdoj të qëndroj mendimin tim. Këto 7.5, 8, 9.5, unë mendoj se janë të gjitha rezultat i nominimit fort të cilit ajo u bë pjesë, se përveçsisht se të gjithë ne menduam, po edhe me sa u pa dhe brenda në shtëpi, më i rrezikuari pritej që të ishte Gimbo, por Big Brother ka të papritura dhe sigurisht mund të dilte edhe Brikena, nuk do ishte ndonjë. E dyshove për ndonjë momenti këtë? Po, edhe e kam dyshuar me të drejtën. Edhe pse sigurisht probabiliteti pra 50+1% ishte për Gimbon që të dilte jashtë dhe jo për Brikenën. Por unë vazhdoj të më shoh asaj times, mendoj që mes Brikenës dhe Mateos nga ana e Brikenës nuk ka asgjë reale në marrëdhënien e tyre. Ajo të gjithën këtë po e shfrytëzon për lojë dhe duke qenë se ishte në një nominim të fortë, aq më pak që njerëzit kanë kuriozitet për çiftet, këtë e ka dëshmuar historia, të dy ishin çifte të rëndësishme brenda Big Brotherit dhe të vetmet deri më tani. Silvia, të pyeti, ti ke thënë Brikena ka një lidhje jashtë, ndërkohë që brenda po avancon lidhja e tyre. I qëndron akoma mendimit që lidhja është jashtë edhe brenda po ndodhin këto për hir të nominimit dhe të rrugtimit? Po, mendoj që po. Mendoj që po, sepse thjesht fluksi i ditëve të fundit e bëri atë të reagonte kështu, sepse nuk kishte si reagonte. Po ti ku e di që Brikena ka një lidhje jashtë? Unë e kam hedhur si hipotezë aty brenda këtë, sepse një njerëz që e mban këtë marrëdhënie sikurse është parë tërhiqe mos e kaput, një gjë e ndalon aty, sepse ti një djalë, nëse e ke e ke patur hipotezë, nuk e ke patur të vërtetuar, ose që i di e ja njeh të dashur jashtë. Absolutisht, unë nuk kam detektive private, por ajo që kam konstatuar është kjo, një vajzë, se ne jemi vajza vet, pra le ta bëjmë bisedë mes vajzash, kur e ka qef një djalë dhe do që të avancoj lidhja me të, ti sigurisht i jep atij
gjithmonë edhe më tepër me kalimin e kohës, pak më shumë lehtësira në marrëdhënien me ty. Pra në fillim ti bën një bisedë, pastaj ti shkon bën një shikim, pastaj një prekje duarsh, pastaj një përshafim. Por kjo rrjedh natyrshëm, nuk rrjedh në kushtet e lojës. E gjitha kjo aty brenda u bë për lojën dhe kjo mua më bën të mendoj përsëri që Brikena ka një marrëdhënie aty jashtë. A mund që të vlej argumenti që Brikena Mbaje Silvia, publicitet, mbaje. Gocat e mia të dashura në studio janë rreth të 20-tave, kështu që besoj nivelin e kolagjenit e kanë lart, po unë që kam kaluar 40-ën, unë dhe të gjithë ju, të cilët duhet ta merrni si suplement ditor kolagjen Pro Plus, sepse do të ndiheni më të lehtë në lëvizje, më të sigurt në pamjen tuaj me kolagjen Pro Plus i tipit 1 dhe 3, që është zgjedhja ideale për kujdes të plot nga brenda dhe jashtë. Vetit kryesore të tij janë fantastike, duke filluar nga ushqimi i kockave dhe nyjeve, hidratimi i lëkurës, rrit energjinë, rrit elasticitetin e lëkurës, ndalon rënien e flokëve dhe forcon thonjt. Siç u thash, pas moshës 20 vjeç, duhet jemi më të kujdesshëm për këtë pjesë dhe kolagjen Pro Plus është i domosdoshëm. Porosit kolagjen Pro Plus dhe ndje përmirësim me një herë. Këtë kolagjen që e merr me një lugë gjede, edhe në ujë, e tret 1 minutë, edhe pastaj e pim përpara vaktit dhe je freskët. E kemi vënë ndryshimin Lonca. Keni vënë lëkura. Prandaj ti Elona dukesh kështu gjithkohë. Faleminderit. Goca, e lam tek Silvia. Merre Silvia situatën kontroll. Atëherë, duke qenë që Brikena po themi tregohet pak e stepur. Mendon që kjo stepja e Brikenës mund të jetë për shkak edhe të situatës që ne kemi, po themi, të ditur tashmë që raporti me Dajën, me babain e Brikenës nuk ka qenë edhe aq korrekt, le të themi, në fillim të njohjes së tyre. Pra, mendon që kjo e step Brikenën fakti që jashtë çfarë mund të mendojmë? Kjo mendoj bie poshtë si pyetish në momentin e hyrjes së nënës së Brikenës aty, pra kur i bëri surprizën. Ajo e takoi Mateon edhe le të themi ai mori një lloj miratimi prej saj. Për atë dyshën e tyre, kështu që jo, nuk mendoj se është arsye, mendoj se fshet diçka tjetër. Tani pyetja nuk bie edhe aq poshtë, po nuk mendoj që bie poshtë, sepse mendoj që mamaja nuk do tregonte një lloj arrogancë duke mos e takuar Mateo. Jo, shikoj, jo gjithmonë jo miratimi për diçka për bën arrogancë, se jemi të lirë të themi po ose jo në jetë. Kështu që tani me Brikenën dhe me Mateon do merremi çfarë dhëndër, nuk e bën atë arrogante, e bën thjesht. Të merremi pak me ty një herë. Të merremi pak me ty Ina, si është puna Ina dhe Casey. Si është puna Ina dhe Casey. U fol për ndarje, u fol për krisje në çift. Pam Casey në disa festime që ti mungoje kështu jetë natë. Pam që nuk ishit më follow në Instagram, po para se të fillonte emisioni, a ishin për prej emisionit, a ja pashin çik dhe ishit. Ina dhe Casey, çfarë janë momentalisht? Ne jemi sikur kemi qenë. Jemi bashk. Jeni bashk. Po, unë e Sarova, thjesht sikur se të gjitha çiftet që kanë mosmarrveshje, po që në fillim që në mjaltë. Apo fama nga krahu i kundërt duket. Fama me sa duket është. Po, është e vërtetë, domethënë patëm një lloj zënke mes nesh, por jemi bashk. Casey, a jeni ju të dy bashk? Shkruaj në Facebookun tim, po. Casey është në studio me një tuf gocar dhe gra sot në radio. Dhe dua pak zërin tënd. Si është puna vlla, se shumë jeni për fol. E para jeni gjitha goca, Faleminderit. Janë të Inës ishin shumë e vënd. Kështu që e aprovoj Ina, pse do të më pyesësh dhe mua? Po se unë jam mosbesuese, unë dua të dyja burimet për që një gazetare profesioniste. Po gazetare profesioniste foli gruaja apo po? Po fjala burrit në këtë vend e diti sa i fortë është. Fjala burrit, po. Po, okej, si nuk jeni ndarë asnjë moment apo u ndat për pak orë dhe u rikthyet? Jo, fjala ndarje është fjalë e madhe. Po zënka në çift patjetër që ka. Problemi që ne tash jemi nga ato çifte që jemi me lup. Tërkohës na shikojnë njerëzit dhe si marrin frymë. Okej. Po që krisi dhe gjëra të tilla nuk ekzistojnë. Sepse herën e fundit që ju kisha natë normalisht. Po, zënkat e një nate pranvere. Kur ju kisha herën e fundit në studio më tha që po i propozoje për të bashkëtuar, për të qëndruar bashk, vlen ende? Po patjetër. Po nxorra nga goja? A, pse kështu është, ha? Po patjetër. Po nxorra nga goja. Po patjetër, vlen ende të gjitha. Po nga xhepi, kur të nxjerrësh.
Nga xhepi çfarë do nxjerrësh themi? Atë Gjitha që kam bërë shpirtit. Pa jo deklarata që ishe bërë në çfarë ishte? Which one? Se që tha tek e diell. Jam bërë nëne. E një gocë. Është macja ime, Naja. Pra, është macja, po na bëni kështu. I kthej një andej. Është macja ime. Është macja ime, të cilën unë nuk i them dot macja, se më duket sikur e nënçmoj, sepse ajo për mua është pas familjes, është pjesë e familjes, nuk e ndaj dot realisht. E kam pjesëtar të familjes dhe e quaj si vajzën time, sepse e kam marrë shumë të vogël, e kam rritur, e kam edukuar. Casey, çfarë do t'i thojë Inës tani live në radio me ne? Përveç se të dua shumë dhe je shumë e bukur, vazhdo shkëlqej dhe vetëm qesh. Po ti je dashurina që bën çiksi e vështirë. Shumë, me sa duket. Edhe unë të kam shumë xhan, edhe të përqafoj shumë. Të kam shumë xhan, jo të dua. Është e njëjta gjë, edhe unë të dua shumë, edhe të përqafoj shumë, Po se ti këto me zemra ime që të kapin. Casey, të përqafojmë se mësuam dhe zemra tash, si ishin mi kështu. Ja, me gishtin e... Vazhdo të bëj. Casey, është aty apo iku? Pas ka ik. Iku. Faleminderit shumë Ku Casey. presin këta? Pra, uratuam Mua sot. më lindi një pyetje kështu. Tani kur thua për Brikenën dhe Mateo, thua që janë fake, e bëjnë për lojë, se nuk është se kanë dashuri, po tani nga ana Nga tjetër ana e Brikenës kam Brikenës, thënë gjithmonë Faina, që të nga sqaroj. Brikenës. Sepse gjithmonë kam thënë, nga ana e Mateos ka më shumë empati. Okej. Tani në çift ndodhin këto, siç po të ndodh edhe ty. Çfarë ndodhin? Zënka. Ata nuk kanë zënka. Ata thjesht është një Bën të vështirën. You know? Kështu që Jo, unë nuk kam bërë kur të vështirë, unë kam treguar aty brenda që unë kur kam ndjenja dhe ndjeshmëri për një person, absolutisht nuk bëj të vështirën, sepse është shumë gjë e bukur ta lësh veten të lirë edhe të shijosh ndjenjat e tua në fund ditës. Se ka shumë dyshim për ata, po për Selin dhe Gimbo që nuk është se u finalizuan ose E di pse më lind mua gjithmonë ky dyshimi tek marrëdhënia Brikena Mateo, sepse veprimet që ajo bën bien në kundërshtim njëra me tjetrën. Pra, thën shkurt, nëse ti nuk e ke qef një djalë dhe nuk do të ndërtosh asnjë lloj raporti me të, ti atij nuk i lejon as të prekit dorën, as të prekit e beli, as të puthit e qafa dhe as të fërkoj flokën. Dhe kur vjen momenti pastaj për të bërë diçka më tepër apo për të puthur apo për të vazhduar qoftë edhe apo kur janë këto sfidat nominime. Bravo, në një moment ti je shtyn dhe e largon. Çfarë po tenton të bësh me këtë? Çfarë po jo, absolutisht jo. Çfarë po tenton të tregosh me këtë? Pra, nëse nuk e do këtë djalin, mos e afro fare, vendosi një barrierë të thuaj të lutem, unë këtu jam për veten time dhe do bëj lojën time dhe loja ime nuk lidhet në mënyrë absolute me ty. Ndjenjat e mia jo, kështu që të lutem më lër të qet. Shkurt. Ajo po bëhet shumë e fortë, se ne themi nominimi i fortë, po mua nuk më duk fare nominimi i fortë ky. Pse moj Mikela? Po është ajo që po diej që Mateo dhe Brikena janë më të preferuar, nuk e di, mua kështu më zhdukur. Po tani të kesh të preferuar dy njerëz që publiku i bën bashkë me zor, domethënë ju qofshi, se mua nuk më duket sikur kam pikën e lidhjes bashkë. Dhe jo sikur gjithë fansat e Brikenës më hidhen në sulm, po edhe ca fansa të tjerë të shtuar nga AI, mua nuk më intereson fare dhe mendimin tim do e them deri në fund. Fansa nga AI mendon? Nuk për mendimin tim marrëdhënia e tyre është e sajuar. Po për ty Silvia është e sajuar apo është real? Unë mendoj po kthehet, po përshndrohet në një histori dashurie. Unë mendoj që Brikena në një histori për ndjekje më shumë se sa dashurie, do thoja unë. Se vetëm dashuria që nuk është. Se dashuria është nga të dyja palët. Kur dikush afrohet dhe tjetri largohet, për mendimin tim kjo quhet për ndjekje. Nëse do të ishte për ndjekje, mendoj që Brikena që në fillim Mateos do t'ia vendoste atë kufirin që stop, djali dashur, mua nuk më prek dot, mua nuk më përshafon dot, nuk më ledhaton dot. E kemi parë të stipur në fillim, pra le të themi ato ditët e para që kur hyri Mateo kategorike. Kategorikisht kundër ajo mbrëmja kur hyri Mateo, domethënë në fillim u pret totalisht dhe domethënë ishte një djalë që kishte biseduar me të, edhe kishte takuar dhe ai ka thënë se e kam puthur. Ai ka thënë edhe që e kam puthur, e ka thënë aty brenda, e kam pyetur unë madje. Dhe po ma ka konfirmuar që kanë shkëmbyer puthje mes tyre. Pse duhet të trembe kaq shumë? Tani Brikena ti i ktheu rrobat? Një pjesë po, sepse kam folur me stafin, një pjesë jo. Vazhdon vesh rrobat e tua? Me sa duket. Si e ke pritur ti? Si e ke parë të para? Ka qenë historia shkurt. E kam thënë, valizën nuk e kisha bërë gati, rrobat i kam pasur të gjitha shumë të sistemuara në dollap. Dhe pasi largohet,
vajzat aty sigurisht ndihmojnë njëra tjetrën për të bërë gati valizhen, sigurisht unë kam bërë shumë valizhe të vajzave të tjera, të cilat janë larguar papritmas. Shumë rroba më mungonin, kontaktova stafin, më thanë do kërkojmë se ndoshta janë gatruar, janë bërë, pavarësisht se kanë qenë të gjitha të sistemuara dhe të palosura në raft, sepse nëse është një gjë që mua më karakterizon, është rregullësia. Sidomos për sa i përket veshjeve, se jam shumë e fiksuar, duket besoj. Nga mezi e poshtë, të shikojmë. Edhe. Okej, thashu do i gjej në vazhdim. Ndërkohë që kalonin ditët, shikoja video reelsa tek faqja zyrtare e Top Channel dhe shoh Brikenën të veshura me rrobat e mia. Më kanë akuzuar që disa nga rrobat, për shembull, seti i Luanës është dhuratë dhe ka qenë e njëjtë për të gjithë. Jo, seti blu ka qenë vetëm i imi dhe ka qenë ndryshe nga gjithë vajzat e tjera sepse i kishim të ndryshme. Nuk ka pasur blu, bluja ka qenë imi. Është kontaktuar në dhomë të rrëfimit dhe e ka hequr setin dhe aktualisht e kam setin në shtëpi njerëz, kështu që qetësohuni. Mos hidhni barë sa ju nuk ka gënjur, ka parë. Sigurisht nuk kam gënjur, kam hedhur çdo gjë me fakte. Sot atë setin për shembull e kam në shtëpi. Fundi nuk e kam akoma, bëj thirrje tash. Gjithsesi, nuk besoj se humb asgjë, gjithë janë profesionale aty edhe do të vinë. Jo, e di çfarë nuk më pëlqen Elona, se u bë pak shumë. Kjo fakti që shen dikë tjetër të vesh rrobat e tua. U bë pak shumë që kjo. Donjëherë edhe me motrën i ke këto probleme jo më. Keq ti për një fund, jo po vajzat janë mësuar të shkëmbejnë njëra me tjetrën, shumë dakord. Edhe të shkëmbesh me një shoqe, edhe të shkëmbesh me një motor, por mua më është mësuar dhe unë parimet dhe principet i kam shumë të rrënjuara thellë. Ime më ka thënë diçka që nuk është e jotja, në mënyrë absolute ti nuk mund ta marrësh sepse konsiderohet vjedhje për mendimin tim. Nëse unë marr këtë gjën, e fus në xhep dhe iki pa të pyetur ty kur ai është send personal. Mendon që e ka bërë Kastile? nuk e ka bërë Kastile, mendoj unë sepse kanë qenë rrobat e mia, ka bërë Kastile sepse e ka ves. Po edhe vjedhje nuk e ka bërë të marrësh diçka që po nga që është shumë e dukshme dhe shumë e ka bërë edhe me gjëra absolutisht. Unë nuk do kisha marrë kurrë diçka që nuk është e imja, nuk ma lejon Sedra edhe virtytet e mia. Jam në limit publicitet. Meqense Ina dhe Casey do të jenë së shpejti në kërkim të një apartamenti për të bashkëtuar, sugjerimi im dhe i Top Albania Radios është për Lita Construction. Ka super apartamente moderne 1+1, 2+1, për mbi gjitha shumë cilësor, sepse kanë materiale premium të përzgjedhura, kanë izolim maksimal termik dhe akustik, dritare cilësore dhe instalime moderne, planimetri funksionale me ndriçim natyral optimal. Apartamentet e Lita Construction kanë një të mirë shumë gjithashtu edhe për mënyrën e pagesës, të cilat janë financim me bank pa kolaterale ose pagesë me këste direkte pranë kompanisë. E bëjnë procesin shumë të thjeshtë, shumë të sigurt, shumë të arritshëm dhe ju duhet zgjidhni cilësinë, sigurinë dhe të ardhmen me Lita Construction që është 2 minuta. 2 minuta nga 15 Kaçi, i thonim ne, deri tek fundi i bulevardit të ri. Lita Construction me kopsht, me garden, me ishqillik, fëmijët aty mund t'i shëtisni edhe mund të kaloni kohë të mirë me fëmijët tuaj. Ke farkosi? Në Lita Construction. Tani, shiko, unë kam shkruar disa pika, më kanë ndihmuar edhe gocat e radios, disa nga pikat kryesore të Prime. Për shembull, le të flasim pak për përjashtimin e Gretës dhe për qëndrimin e Selin. Cili është opinioni yt, Ina? Në lidhje me përjashtimin e Gretës kaloja. Që nuk ishte forma më e mirë dhe më e denjë për të dalë nga një reality show si Big Brother, sigurisht nuk ishte aq më pak për një vajzë. Unë nuk kam qenë kurrë pro ofendimeve aty brenda. Por mendoj që Greta ka pasur hak, sepse e ka bërë me shumë vajza aty, e ka bërë edhe me mua. Unë nuk e kam kthyer në asnjë moment, por kishte vajza si Juela që u treguan pak më të zonjat në kthimin e fjalës dhe ja kthyen mbrapsht. Gjithsesi, në fund të ditës ishte Greta që i doli situata jashtë kontrollit, sepse të thuash atë lloj fjale jo aty brenda, po edhe këtu jashtë, për mendimin tim është e turpshme. Është skandaloze. Unë nuk kam parë, domethënë një vajzë që i thot një vajzë tjetër atë lloj fjale, unë jam shokuar. Cili është mendimi yt për qëndrimin e Selin gjithashtu që nga Arbër Ajdari u quajt edhe e pamëshirshme? Është treguar pak kësaj. Pamëshirshme? Jo në mbrojtje të Gretës. Pra jo shumë e ndjeshme, shumë ajo unë e dëgjova këtë në një pjesë të Prime-it, se jam përpjekur ta ndjek. Ajo argumentoi kështu. Unë Gretës i kam thënë që kur nuk është për të mbrojtur, nuk të mbroj dot dhe duhet kujdesesh ti për veten tënde, për mënyrën se si zgjedh të përgjigjesh në ca situata dhe me përgjigjet që kthen. Kështu që le të themi ka dalë borxhit. Ajo është e rritur dhe nuk mund të kujdeset për Ina, se nuk e kam kuptuar asnjëherë. Ty të pëlqen Selin? Ke patur një marrëdhënie të mirë me Selin? Jo, nuk kam patur një marrëdhënie të mirë me Selin. Po, se në fakt kur hyre nuk të ka dhënë dorë, duke mbajtur qendrim një ndërbanor që nuk tani kujton. E kam argumentuar që e ka bërë gjithën për vëmendje.
Se nuk është apo bën një lojë më të mirë aty brenda. Po si do duket loja e saj, nëse është lojë? Por që mua më duket pavarësisht gjithë situatave si kanë ardhur, është goxha në zë dhe është për të vlerësuar në fund ditës që një vajzë aq e re po mban gjithë këtë barë se nuk është e thjeshtë. Goca, ju çfarë mendoni për qëndrimin e? Ke një pyetje sërish për Inën. Nëse do të gjendeshe në shtëpi akoma, pra do të ishe banore, duke pasur parasysh dinamikat, edhe mbrëmjen e kaluar pas zinxhirit të shpëtimit, kur ne e pam që Selin, le të themi, mbeti në fund me tek 4 banorët më pak të që u zgjodhen nga banorët e tjerë. Mendon që do ta përkraje Selin në këtë pikë të lojës apo do të ishe sërish një kundërshtare? Pra, ku do ta shikoje ti veten? Jo, për ta përkrahur absolutisht jo. Jo, thjesht jo. Do ta ulja akoma më shumë. Në fakt si ju duk zinxhiri i shpëtimit? Si ishte? Si e komenton Miki? Ishte i papritur, ishte hera parë që bëj këtë vit. I papritur që Miri shpëton Edisën apo jo, ndodhi këtë vit. Jo, nuk është hera e parë, kur jam bërë un lider shtëpie, jam bërë lider nga një zinxhir shpëtimi, kur gjithë shtëpinë kisha kundër dhe asnjëri nuk ishte pro meje, më lanë në nominim, kam fjalën. Jo, ishte zinxhir shpëtimi. Ai ishte zinxhir shpëtimi i cili në thelb nuk ishte banorët mendoni që do ishte nominim, por në fund Gelina si më pak e votuar dhe ndërkohë ishte avantazh. Dhe mora titullin liderisht. Këtë herë pika kyç që mendoj e këtij zinxhiri ishte fakti që Miri zgjodhi Edisën. Pra, duke pasur Joelën, Rogerti duke qenë që nuk ishte pjesë e këtij zinxhiri sepse ai është gjatë gjithkohës i nominuar, mendoj që kjo zgjedhja e Edisës, le të themi, ishte një lloj strategjie e vogël sepse zgjodhi që ti tregonte në fakt Edisës që edhe pse ke hyrë si banore, po themi pak më mbrapa se grupi që ai tashmë është pjesë, do t'i tregoj që shiko se je pjesë e... Ka dhe një specifik tjetër këtu. Shiko, Miri këtë gjën e bën gjithmonë, e bën me çdo vajzë të re që hyn. Por uroj vetëm kaq. Me kë e ka bërë Mina? Me çdo vajzë që ka hyrë, ka bërë me Baby Jean, ka pasur Stelinën pas vetes, ka pasur Loren dhe gjitha këto goca kanë dalë jashtë. Unë uroj vetëm të njëjtin fat mos ketë Edisa, sepse me thënë të drejtën, mua më pëlqen loja e Edisës. Është një vajzë e drejtë për drejtë. Edhe kundër Brikenës. Unë nuk e njoh Edisën. Jo, nuk kam njohur asnjë banorë brenda. Më pëlqen sepse është e drejtë për drejtë. Sot e mendova mirë. E ka bërë Edisën se ka filluar dhe Selin të afrohet ke Edisa. Edhe sot një nga prekupimet e Mirit, teksa bisedonte me grupin e vet, Rogertin Juelën, thoshte, "Ha, keni vënë re." Nuk mendoni ju që Edisa mund të jetë kupidi i ribashkimit të Selinës dhe të Mirit? Na e thuaj ti. Unë mendoj që po. Kështu e. Ajo i trazon goxha ujrat. Edhe me Brikenën Mateo. E fortë është, më pëlqen. Brikenën Edhe çfarë më duk ironike, para nuk e di, dy prajmesh ndoshta se nuk e llogaris dot. U bë temë diskutimi mes Edisës edhe Brikenës, kjo historia që unë e nisa e para në atë shtëpi për misin edhe për këto operacione plastike dhe fillerat. Po kur e thash unë u pushkatova. Këtë herë u bë temë diskutimi, gjithsesi më vjen mirë që unë kam lënë kështu, kam hapur ca kanale të forta aty në shtëpi dhe që po vazhdojnë të ecë. Patjetër. Gjithsesi më pëlqen shumë Edisa. Pra, Miri shpëton Edisën. Ka dhe një tjetër kuptim, se tani grupi Miri, Edisa, Juela, Rogerti. Po të vazhdoj zinxhiri. Fakti që Juela zgjedh Brikenën. Pra, Juela ka pasur shpeshherë përplasje me Brikenën dhe ishte strategjike ajo. Fakti që ajo zgjodhi Brikenën, mendoj që ishte lëvizje për shkak se në sfidën e buxhetit që ato kishin, Brikena dhe Mateo zgjodhen që të kalonin te grupi i Mirit. Pra, sepse Stenaldo dhe Mali nuk ishin dakord. Po pse janë kaq të zgjuar për këto shpëtime dhe këto strategji? Banorë më të dobët në fund, dhe sigurisht më do të del për jashtë. Dhe më vjen keq ta them për shkak, po këtë javë, se ata i bëjnë kalkulime shumë shpejt. Aq më pak që kanë ngelur vetëm 12 banorë, më duket në shtëpi. Sa 12 janë, po. Sepse i pash nga mënyra se si ishin ulur 6 me 6. Edhe janë realisht shumë pak, kalkulimet tani bëhen pak më thjesht, edhe sigurisht janë banorët më pak të preferuar apo me pozita më pak të forta në atë shtëpi që janë Artani, që është Nikol sepse është e re, edhe nuk është se, me thënë drejtën, ka treguar në një gjë shumë të madhe aty brenda. Po dhe Stenaldo, pavarësisht se
Ka të vërtetë një, mendoj se është edhe ai i rrezikuar disi, po më shumë është dyshja Artan Nikol dhe unë mendoj se del Nikol këtu. Shiko, unë do doja të shkonim në publicitet edhe do të themi pas pak për të vazhduar deri në fund, pastaj pas ndërprerje publicitare bisedën me Inën. Ka tani publicitet. Max Optika e gjithmonë e para në stil, zbuloni koleksionin e ri Spring Summer 2026, një koleksion i cili vjen me minus 50% ulje ose më saktë deri në 50% ulje për syzet e brendeve më të njohura. Vizita okulistike është falas, por edhe skeletet okulistike janë me minus 50% ulje. Pra, ju shkoni në Max Optika, bëni një vizitë okulistike falas, shihni Spring Summer Collection, blini aty një palë syze, po edhe nëse përtoni shkoni në Max Optika, është maxoptika.com, e blini edhe ju vin delivery në shtëpi. Po ne gocave na pëlqen të ndrojmë disa apo kështu apo ashtu, pyesim në Instagram. Ne ishim para disa ditësh edhe mori një palë okulistike që ka marrë një skelet shumë të bukur, të Jimmy Choo. Po pse s'më themi të bënim dhe më shumë ulje? Gëzuar të marrë. Brava, kështu. Po ti ata kisha ditë. Kisha fol. Folëm pak për Nikol, po unë dua të pyes Inën për trekëndçin nëse ka një trekëndç. Stenaldo Nikol Mal. Oh. Po, diskutuan dje në Prime. Miki, si e përgatit për sot? Jo. Thjesht më kishe Nuk e di këtë, nuk mund ta them këtë. Ajo që kam parë unë vetëm atë brenda është mali kur i shfaqet një vajzë dhe i del një vajzë kështu në horizont. Në horizont. Fillon e luan pak, ë? Po, fillon e luan pak edhe sikur e harron pak. Po se tani po ndjen dhe rrezikun që ditët janë të numëruara, besoj unë. Rrethi është ngushtë. Se nuk besoj se i rre me një që do fitoj. Nuk e di, nuk kam një përgjigje për këtë. Me këtë sepse Arditi na tha që e kishte qejf Nikol. Arditi po, mua dhe Mikelës një javë më parë. Na doli dhe Stenaldo, Nikol me 3 Nikol. Me Arditin që la shpinë, se t'ishte Arditi brenda do ishte kap me çunat. Pikërisht, ishin edhe miq me Stenaldo, kështu që si e komenton Silvia? A ka një trekëndsh? Se mua nuk mendoj që ka një trekëndësh, personalisht, duke marrë parasysh edhe duke e njohur Stenaldon, duke qenë që ka qenë pjesë e radios. Po si njohim shumë Nikolin këtu. Por Nikolin e patëm dhe në radio dhe e pash edhe Prime-in e mbrëmshëm që ishte e bindur, pavarësisht se reagimi, le të themi, ishte pak i dyshimt, në sensin unë mund ta deklaroj një herë që jo, nuk kam pëlqim për asnjërin prej tyre, më pëlqen shoqëria, më pëlqen, po themi, diskutimi, biseda dhe gjithçka dhe e mbyll me aq, por edhe reagimi, fakti që nuk i linte të flisnin edhe pjesa e banorëve të tjerë apo edhe diskutimit që u vijua, mendoj që lë pak fare për të dyshuar, por mendoj që nga ana Stenaldos dhe nga ana e Malit, përveç se një shoqë shumë e mirë, nuk mendoj që do kesh është interesante situata, imagjino interesante dy miq të ngushtë që vjen Nikol me gjithë bukurinë. Nuk e di. Vetëm për të parë. Duke qenë se Nikol është edhe në nominim, kështu që të shoh. Komentin tonë për daljen e Gimbo, se prisja? Thash, isha deri diku 50-50, pastaj në moment fundit ka kaluar me 51%, pra shumica që ditë leki. Dhe e fundit, nominimi Artan, Nikol, Rogerti që është Always, Selin edhe Stenaldo. Kush mendoni ju që lë shtëpinë e filloj me Mikelën? Nikol? Po. Po edhe Artani shumë qetësi ka rënë, nuk e di, janë të dy, e përmendëm edhe pak më parë, Stenaldo jo, Selin jo, kështu që mes atyre të dyve, Nikol thua ti, Silvia? Mendoj që mes Nikolit dhe Artani do t'jetë ajo dyshja e fundit, por mendoj që Nikol është më e rrezikuar. Ndoshta Tani do vijoj pak edhe këto ngacmimet, sa me Mirin, me Rogertin, po edhe me Juelën, pra ndoshta mund të jetë më interesante dinamika me Artanin, mendoj. Ina, mirë, më vjen keq ta them, por edhe unë mendoj që është Nikol, se në fund ditës është një vajzë dhe unë kam qejf që ajo shtëpi jetë plot me vajza, e kam thënë kur isha aty brenda, në fund dua të ketë sa më shumë vajza, sa aty ka shumë burra. Gjithsesi, ka qenë një raport gjithmonë me ka qenë kam thirrë edhe. Gjithsesi mendoj që Nikol është për të vlerësuar, sepse arriti që ta gjente veten shumë shpejt, po themi që ditën e parë që hyri, edhe ka arritur të tregojë atë anën e saj të brish, historia, që dal Artani,
E di pse vetëm nëse shfrytëzon këtë pjesën e treshës. Unë jam e bindur që Artani nuk del. Je e bindur që s'del. Unë mund ka marr mall dhe duhet të kem studio. Sigurisht që uroj që ai të shkojë sa më gjatë, po Artani është një lloj i shpëton është një lloj karakteri që nuk ngjan me asnjë tjetër aty brenda. Unik, e vërtet. Unik. Edhe unë mendoj se i duhet atë shtëpi. Me thënë drejtën. Por Nicole është pozitiv shumë. Unë e njoh edhe nga afër tani, është shumë pozitiv shumë. Nicole, po më bën çudime këto gjëra që po themi, për meshkuj që e kanë ka arritur të tërheqë atë vëmendjen. Që me një aura që ndoshta ne nuk e shohim, por diskutohet. Goca, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sonte. Ua, sa u kënaqa. Do ta gëzojmë prap 8 mars. 8 mars, po vjen 8 marsi. Unë mendoj ti ta lësh burra të hyjë në këtë studio dhe gjithmonë ta bëjmë kështu. Jo, më pëlqen shumë me Goca me emisioni. Tani ne nuk kemi nevojë për energji më shumë. Nesër ka me burra unë emision. Nesër ka me burra. Është Arditi dhe Angelo. Mirë, Arditin e kemi shumë gjanë, ne përshëndesim. Faleminderit që ishit me mua, faleminderit dhe ju që na dëgjuat nga Top Albania Radio dhe na shikuat, në digital, në kanalin numër 10 digital. Natën e mirë.